Ka ndëruar jetë këtë të premte të 31 tetorit në moshën 73 vjeçare ish kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano, një nga figurat më të rëndësishme të tranzicionit politik shqiptar. Pas një periudhe të gjatë sëmundjeje, ai mbylli sytë në një spital privat të kryeqytetit ku për javësh ndodhej nën kujdesin e mjekëve. Lajmi i ndarjes së tij nga jeta ka sjellë reagime dhe homazhe nga mbar spektri politik dhe qytetar që e njohën si një prej figurave themeluese të pluralizmit shqiptar. Fatos Nano lindi në Tiranë më 16 shtator 1952, i diplomuar për ekonomi politike. Ai do të ngjitej shpejt në hierarkinë shtetërore në fundin e regjimit komunist për të bërë në vitin 1991 kryeministri i parë i qeverisë së tranzicionit. Në drejtimin e tij, Shqipëria hodhi hapat e parë drejt pluralizmit politik dhe ekonomisë së tregut. Ai është një nga themeluesit dhe kryetari i parë i Partisë Socialiste të Shqipërisë, duke shndërruar atë në një parti të trashëguar nga regjimi i vjetër monist në një forcë moderne me orientim europian. Në karrierën e tij politike, Nano ka drejtuar qeverinë shqiptare në 3 periudha të ndryshme në vitin 1991, gjatë krizës së vitit 1997, si dhe nga viti 2002 deri në 2005. Figura e tij shpesh ka qenë qendër debatesh, por dhe reflektim për reformat demokratike që ndryshuan fytyrën e vendit. Kujtimet për Fatos Nanon mbeten të lidhura edhe me vizitat e tij në qytetin e Burrelit dhe në tërë rrethin e Matit, ku ai ka zhvilluar disa takime me banorë dhe drejtues vendor. Në qershor të vitit 2001, gjatë një turi elektoral, Nano prezantoi kandidatët socialistë për këtë zonë dhe premtoi më shumë investime në infrastrukturë, arsime, shëndetësi, duke theksuar se Matit i duhet një zhvillim me standarde europiane. Po ashtu në vitin 2005, gjatë një tjetër vizite në Burrel, ai mori pjesë në inaugurimin e Telekomit Digital, një prej investimeve të rëndësishme që solli shërbime të reja komunikimi në veri të vendit. Në këto vizita, por dhe në intervistat e dhëna për Mat Televizion, Fatos Nano është shprehur me vlerësim për traditat, punën dhe mikpritjen e banorëve të Matit, duke theksuar se ky ishte një nga rajonet që meritonte më shumë mbështetje nga qeveria. Me qetësinë dhe karizmën që e karakterizonte, ai ka lënë gjurmë edhe në kujtesën e gazetarëve lokal dhe të tërë komunitetit që e ka pritur me respekt. Pas tërheqjes nga jeta politike në vitin 2009, Fatos Nano zgjodhi të qëndronte larg skenës publike mes Tiranës dhe Vjenës. Ai do të mbahet mend si një prej figurave më me ndikim të politikës shqiptare që udhëhoqi vendin në periudhat më të ndërlikuara të tranzicionit. Mat Televizioni shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Nano, miqve dhe bashkëpunëtorëve të tij, duke nderuar kujtimin e ish kryeministrit Fatos Nano, një figurë që lar gjurmë të pashlyeshme në historinë politike të vendit.